Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allah te baraka wa taala, të falenderojmë vetëm prej tij ndihmë, falë, mirësi, begati, dhunti, gjithçka tjetër kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allah qoftë mbi pejgamberin ton të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike dhe ndershme, mbi shokët e tij të rima dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Po ju përgëzoj vëllezër besimtar sinqerisht me zemër me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, prej Abu Hurajras radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Sa herë që mbledhen musliman besimtar në një shtëpi prej shtëpive të Allahut në xhami, e lexojnë fjalën e Allahut, edhe e mësojnë ata ndërmjet vetë, komentojnë. Çdo herë që ndodh kjo, ka me zbrit mbi ta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qetësia. Edhe ka me i përfshi mëshira Allahut azza wa jall. Edhe kanë me i rrethu melekt. Edhe ka me i përmend Allahu te baraka wa taala atje nalt. Te krijesat që janë afër që janë melekt e tij subhanahu wa taala. Sot me lejen Allahu te baraka wa taala po i lexojmë edhe po i komentojmë shkurtimisht disa nga hadithet e zgjedhura të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, e që kanë tematika shumë të rëndësishme edhe që janë më së të nevojshme për jetën e përditshme të besimtarit musliman. Hadithi i parë është hadithi me vlerën më të madhe, e që është hadithi i njetit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton prej tij Omeri radhiyallahu anhu, e që kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre, thot innamal a'malu binniyat. Me të vërtetë veprat shpërblehen tek Allahu sipas niyetit. Secili njeri vepron vepra, edhe ka më marrë në llogari për ato vepra të Allahut te baraka wa taala në ditën e gjykimit. Po ka më marrë në llogari përmes niyetit që e ka pas kur e ka bëu atë vepër. Për shembull, na falem Yacin, edhe jena kallabllak. Secili prej neve e ka njëtin në zemrën e tij, na nuk e dina njëtin e tjetrit. Po Allah te baraka wa taala din njëtin e secilit. Dikush nashta ka ardhur e që po shpresojmë që jena krejt për hir të Allah te baraka wa taala. Me bind Allah azza wa jall. Ai na ka urdhëruar warka'u ma'ar raki'in, binin ruku bashkë me ata që bin ruku. E na në xhami me plotsu fjalën e Allahut azza wa jall. Po nashta ka për neve dikush që ka ardhur me umbur para tjerve, me thonë që valla unë jam dalë në xhami, me qitë një foto me publiku, me thonë njerëz sa mirë po falet filani, sa mirë po bjen ruku, sa mirë po bjen sejdë. A janë të njëjtë këta njerëz te Allahu azza wa jall? Jo. Edhe pse veprën e kanë të njëjtë, krejt e kanë bë një adhurim në pamjen e jashtme. Po ky adhurim edhe kjo vepër dallon shumë te Allahu te baraka wa taala në bazë të njëjtit ton. Për ato thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, me të vërtetë veprat shpërblehen sipas niyetit. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Edhe secili njeri ka për ta marrë ata që e ka pas për qëllim. Ai që ka pas për qëllim me plotsu urdhrin e Allahut, ka më shpërbly për këtë. Ai që ka pas për qëllim me ardh më fal, që me pa njerëz të tjerë, ka më shpërbly për këtë. E shpërblimi si vjen veç më shpërblim të mirë, po më shpërblim të keq me çata që njeri e meriton. Në vazhdim të këtij hadithi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Kush do që bën hijretin, shpërngulën prej Mekës në Medinë për hir të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le ta dinë që ai hijrat i pranohet për hir të Allahut dhe për hir të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është vepër e mirë, vepër me cilën Allah i ka urdhëruar besimtarët, edhe e ka përmbush këto, Allah ja pranon edhe shpërblen. Ndërsa njerëzit e tjerë të cilët e bojnë këtë hijrat me ndonjë një tjetër, thot pejgamberi për ta sallallahu alaihi wasallam: "Men kanat hijratuhu li dunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. E kushdo që e bën hijretin prej Mekës në Medinë për çështje të kësaj dynjas. Pse sa atje nashta është klima më e mirë, nashta tijareti është më i mirë atje, nashta ka njerëz pak më të kulturuar, më të sjellshëm. Kush bën, domethënë hijret për dynja, ose bën hijret për me u martu me dikën atje kur shkon, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hijreti i tij është për atë për çka ka bëj hijret. Domethënë mbas njëti i tij, Allah tani edhe e shpërblen. E ky hadith thuhet se është thënë pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur një prej njerëzve ka dashur me u martu me një grua në Mekë para hijretit. Edhe ajo ka pranuar, ka thonë po, më me një kusht. Me bo hijret, me shku në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me u martu. Thuhet që ky ka bo hijret për hir të asaj gruas. Ka shku në Medinë veç me u martu me ata kur të mrin atje. Kjo gruaja ka pas emrin Qais, kështu i kanë thonë, nofkën e ka pas Qais. Tani njerëz i kanë thonë atij njerit që ka bo këtë hijret për të, i kanë thonë Muhajiru Qais. Ky është ai muhaxhiri që ka bo hijret për Qaisin, e jo për Allahun te baraka wa taala. Kështu që ky hadith na mëson se çfarë vlerë të madhe ka njeti në zemrën e besimtarit. Hadithi tjetër i radhës është po ashtu në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit dhe transmeton Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit radhiyallahu anhu, ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë bunja al-islamu ala khamsin. Është hadith i njohur që e dim krejt. Bunja al-islamu ala khamsin, është ndërtu Islami mbi 5 shtylla. Cilat janë ato shtylla? Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden rasulullah. Dëshmia se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut. Ky është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah. Nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Jo s'ka zot tjetër përveç Allahut. Se zota që adhurohen ka shumë, po a kanë atë adhurim me merit? Jo. Do të thonë nuk ka kush që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhamedi është i dërguari i tij. A për këtë kena shumë argumente nga Kurani dhe Suneti, ndërto për shahadetin Allahu thot fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije që nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. E ka thonë një herë fjalën dije. Ja ka parapri shahadetit dijen. Se shahadeti pa dije nuk vlen. E keni pas sa njerëz, sa shumë njerëz ka që janë devijum, edhe që nuk janë musliman heq, me kufriatet edhe shirkiatet që i bojnë. A më bojnë dhikr ma shumë se sa na krejt që të qejna. Thonë la ilaha illallah të ditën dhe të natën. Kur panal me 10 mira herë. Subhanallah, po nuk i bën dobi te Allah. Pse? Se kanë plotsu kushtin e parë, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije mas pari me dije të plot që nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut. Ata therrin kurban për njerëz të vdekur. Therrin kurban për pejgamberin alayhis salam. E lutin dikon tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Bojnë tavaf aty ku Allah nuk i ka urdhëruar te varrezat. Domethënë nuk kanë iman, ama thonë la ilaha illallah shumë, nuk e kanë ditë çka i bën fjala la ilaha illallah. Për ata Allah thot fa'lam, dije që nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç tij. Sa i përket pejgamberllokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah thot në Kur'an Muhammedun rasulullah. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pastaj kushtet e radhës janë wa iqamis salati wa ita az-zakah. Fala 5 kohëve të namazit edhe dhënia e zakatit, e që dhe për këto ka ajete të shumta, thot Allah te bareke ve teala wa aqimus salat wa atuz zakah. Urdhër faleni namazin dhe jepeni zakatin. Pastaj thot wa hajjil bait wa sawmi ramadan. Është obligim edhe me bo haxhin edhe me agjëru Ramazanin. Këto janë 5 shtyllat mbi të cilat është ngrit Islami. Sa i përket haxhit, Allah thot walillahi ala an-nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Allah ja ka obliguar njerëzve haxhin nëse kanë mundësi. Atë kjo mundësia hin dy sene. Mundësia financiare për veti me shku në haxh edhe me u kthy, edhe mundësitë financiare për familjen, me i lënë familjes aq sa kanë nevojë derisa të kthehesh ti. Ndërsa sa i përket agjërimit, thot Allah te bareke ve teala, ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, kutiba alaykumus siyam, ju është bë obligim juve agjërimi, kema kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sikur që ju ka bë obligim atyre që kanë qenë para jush, edhe qëllimi i këtij agjërimi është që ju më
bot devatshëm, me ofru te Allahu te baraka wa taala. Hadithi i radhës është hadithi i Aishës radhiyallahu anha, që transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Hadithi i cili ka të bëjë me një bazë të madhe të fesë, e që është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mos ardhja me bidate të ndryshme në fe. Thot men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kushdo që e shpik një vepër në fen ton, e që na se kena thonat vepër, se kena bëhet vepër, s'është pjesë e fesë, fa huwa rad. Ajo nuk i pranohet dhe i kthehet mbrapsht. Edhe ai i cili shpik diçka që sukon kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ai i cili e vepron atë që sukon kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një transmetim tjetër në Sahihun e Muslimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Kush e vepron një punë, edhe pse se ka shpik ka shpik para ti dikush para 400 vjetë, para 600 vjetë, para 1000 vjetë, po ky sot e vepron. Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Edhe kjo i kthehet mbrapsht dhe nuk i pranohet te Allahu te baraka wa taala. Hadith tjetër është hadithi i Enesit në dy sahihat e Buhariut dhe Muslimit, ku thot Enes radhiyallahu anhu, i cili ishte shërtori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Nuk ka besuar askush prej juve me besim të plot, përderisa ta doj për vllaun e tij musliman atë çka e don për veten e tij. Edhe kjo është bazë e madhe e fesë tonë, vllazëria në Islam. Innamal mu'minuna ikhwa, thot Allahu në Kur'an, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "El muslimu akhul muslimi." Muslimani është vllai i muslimanit. Omeri radhiyallahu anhu thot: "Ka mundsi njëri me pas një vëlla që s'ja ka lind nana, po që e ka vëlla më të mirë se sa vëlla që ka lind nana e vet." Se kjo lidhja e imanit është më e madhe se sa lidhja farefisnore, edhe më me vlerë te Allahu xhalla wa ala. Në hadithin e radhës, të cilën e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kushdo që ka besuar Allahun edhe ditën e gjykimit, le të fol hajrin ose le të hesht. Kur të fol, le të fol hajr. Amo nëse nuk mundet me fol hajr, nëse nuk mundet me fol mirë, nëse nuk mundet me u përmbajt kur t'ja nis me fol, atëherë le të hesht. Të dy këto janë hajr për ta. Me fol mirë është hajr, po edhe me hesht është hajr. E dyja këto do të më ardh para të folmës me diçka që nuk është hajr. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dhe kushdo që ka besuar Allahun edhe ditën e fundit, le ta nderoj kojshiun e tij. Edhe kjo është porosia dhe urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që me nderu kojshit. E kojshit ndahen 3 lloje. Ka mundësi me kon kojshi që është jo besimtar. Prapse prap është obligim me nderu ata, edhe me ndihmu kur ka nevojë, edhe me shërby kur ka nevojë, për shkak që me afru në Islam. Kojshia e dytë është ai i cili është musliman, edhe ka 2 të drejta, të drejtën e komshillëkut edhe të drejtën e vllazërisë muslimane. Domethënë është kojshi që do të më nderuar dhe më respektu hala më shumë. Edhe kojshia e tretë është ai i cili është musliman edhe është i afërm, ki lidhje farefisnore me të. E që këtë do tani hala dhe më shumë me respektu dhe me dashur dhe me nderu. Se është më i afërt te ti, përmes kojshillëkut, përmes fesë islame, edhe përmes lidhjeve farefisnore. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Edhe kush e ka besuar Allahun në ditën e gjykimit, le ta nderon mysafirin e tij. Ai i cili vjen mysafir në shtëpi, është obligim me nderu. Nuk është çështje që mirë valla është me nderu, jo, është obligim me nderu mysafirin i cili vjen. Qoftë ai udhëtar apo edhe nëse nuk është udhëtar. Mysafir që vjen prej afër është obligim me nderu ata, edhe nëse është udhëtar, edhe nëse nuk është udhëtar. Pastaj në hadithin e radhës që transmeton Muslimi në Sahihun e tij, prej Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam:
men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kush do prej jush që e sheh një të keqe, le ta ndryshon atë me dorën e tij. Kjo është shkalla më e lartë e largimit të keqes, e ndalimit të keqes. E çka më bën nëse nuk mundet? Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Nëse s'mundet me ndal atë keqe me dorë, atëherë ndal atë keqe me gjuhë. Fa in lam yastati', nëse nuk mundet as me gjuhë, falyughayyirhu bi qalbihi. Le të ndryshon atë me zemrën e tij. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Atëherë me zemrën e tij. Wa dhalika adhafu al-iman. Dhe ky është imani më i dobët, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është renditja me dorë, pastaj me gjuhë, pastaj me zemër, domethënë me urry me zemër atë vepër të keqe. E pse Allah te baraka ve teala e ka ngrit këtë umet më shumë se sa kretë umetet e tjera, bashkë për këto shkaqe. Për shkak se kanë urdhëruar për të mirë edhe kanë ndaluar nga e keqja. Thot Allahu xhalla wa ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Jo, sahabite dhe umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam keni qenë umeti më i mirë dhe më i dobishëm për njëri tjetrin. Për çfarë shkaku? Ta'muruna bil ma'ruf, e para, urdhroni për të mirë. Wa tanhauna 'anil munkar, edhe ndaloni nga e keqja. Wa tu'minuna billah, edhe besoni Allahun te baraka wa ta'ala. Pastaj hadithi i radhës është hadithi i Xhabirit radhiyallahu anhu, të cilin e transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Thotë se një njeri e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "Ara'ayta idha sallaytu al-maktubat?" Ja Rasulullah, nëse unë i fali veç namazet që në farz, farzën e sabat, farzën e drekës, të kindis, të akşamit dhe të yatsis. Wa sumtu Ramadan, edhe agjerej veç Ramazanin, nuk agjerej nafile, as 6 ditë Shavalit, as disa ditë në Sha'ban para Ramazanit, veç Ramazanin. I fali 5 vaktet edhe agjerej Ramazanin. Wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram. Edhe atë që Allah ka bo halal, unë e thëmë është halal edhe e pranaj. Edhe atë që Allah e ka ndalu, thëmë kjo është ndalume edhe nuk i afron asaj. Wa lam azid ala dhalika shay'an, edhe nuk shtoj përmi këta as edhe një gjë. E adkhulu al-janna, a muj me hin xhenet? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na. Po mundesh me hin xhenet. Nëse veprat më dashura te Allahu xhel janë farzet. Shpesh na mendojnë që sunetet janë më dashura te Allahu. Pse se shumë njerëz i lënë sunetet, shumë njerëz e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e ka vlerën e vet tepër të madhe. Po më me vlerë se sa sunetet janë farzet. Për çfarë në këtë rast ka thonë nëse i fali veç 5 vaktet edhe agjeroj veç Ramazanin, edhe bëj halalin halal, edhe haramin haram, edhe nuk shtoj kur gjë heq më shumë. A muj me hin xhenet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë po mundesh. Hadithin e radhës thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith që transmeton Muslimi prej Sufjan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Thot ky Sufjani thot i kam thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Ma thuaj mua në islam një fjalë e që pas saj të mos e pyes askën tjetër përveç teje. Për mbledh ma islamin me diçka shumë e rëndësishme Rasulullah. Që të kom parasysh gjithë, edhe t'i përmbahën asaj, derisa të takoj Allahun te baraka ve teala. Kush ka mund më përmbledh më mirë se sa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Ka shku ka këshillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me diçka tepër më rëndësi. Po ai ka shku ka lyp këshillën në vendin e duhur. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qul thuaj amantu billah thumma istaqim. Thuaj e kam besuar Allahun, kjo është fjala e gojës, thumma istaqim, e pastaj përqëndro në fe. Mos u bëj lëkundër, mos u lëkund. Përqëndro rris stabil në fejnë Allah te baraka wa taala. E që kjo tani nuk është edhe shumë e lehtë. Stabiliteti në fe lyp shumë punë. Ndërsa fjala me gojë amantu billah shumë e lehtë, këtë thot gjithkush. Po na e dim që imani përbëhet prej bindjes në zemër, prej veprave me gjymtyrë edhe prej fjalëve të gjuhës. E veprat me gjymtyrë domethënë janë pjesë përbërëse e imanit. Qul amantu billah, thuaj kam besuar Allahun, thumma istaqim, pastaj rri në rrugë drejt për qëndro fort edhe mos devija. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja ka nis me i dal kimet e bardha,
e që s'ka pas shumë pak, ka pas kime të bardha edhe në kry edhe në mjekër, shumë pak. Ebu Bekri ka thonë, shqipte ja Rasulallah, të kanë dalë do qime të bardha i dërguari Allahut. Pse, që ka të ka mundu diçka? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shayybatni Hudun wa akhawatuha. Më kanë bo me uzbardh, sura Hud dhe surat e ngjashme që janë me të. Al-Mursalat, amma yatasaalun, al-Waqi'a, surat që flasin për ditën e gjykimit dhe për dënimet ndryshme. Në surën Hud, cilën ka thonë që u bo shkak që më zbardh mu, ka zbrit një ajet që ka të bëjë me këtë hadithin që e lexuam tash, me stabilitetin fe. Allah azza wa jalla ju ka drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë fastaqim kama umirt. Drejtohu edhe rres stabil në dinin e Allahut, ashtu siç Allahu të ka urdhëruar ty. Jo që çdon ti, jo që çdojnë Kurejsht në Mekë, jo që çdojnë munafiqët në Medinë, jo që çdojnë jo besimtarët në përgjithësi, jo që i konvenon familjes tone. Fastaqim kama umirt. Udhëzohu edhe rres stabil në rrugën e Allahut, ashtu siç Allahu ty të ka urdhëruar. E cili është përblimi për këta njerëz, cilët rrin rrugën e Allahut stabil, është një shpërblim tepër i madh, një mysh dhe tepër e madhe që ju vjen në ditën e vdekjes. Thot Allah xhalla wa ala, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata që kanë thonë me të vërtetë Zoti jon është Allah, e pastaj kanë qëndruar stabil, tatanazzalu alejhimul malaika. Kur janë të dhonë shpirt, ju zbresin atyre disa melek. Edhe ju thonë, alla të khafu, wala të hzenu. Asë mos u friksoni për çka vjen ta shëtutje, se jeni ndurë të sigurta. E keni meritu këta me mshirën Allah të barëke o ta'ala. Mos u friksoni për çka vjen ta shëtutje. Wala të hzenu, po asë mos u pikloni për çka po lani për mas. Mos u pikloni për fëmit që po i lani në dynja. Mos u pikloni për gratë që po i lani në dynja. Mos u pikloni për pasurinë, për shtëpinë, për veturat, për mirësitë që keni pas dynjas. Mos u pikloni se ato janë shumë pak krahasim me ata që vjen ta shëtutje. Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Edhe i përgëzojnë me xhenetin i cili u është premtuar atyre në Kur'an edhe në Sunnet. Pastaj në hadithin e radhës, të cilën e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Ajo nga e cila ju kam ndaluar juve, largohuni prej saj. Allah azza wa jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë ndaluar prej shumë sendeve. I dim gjunahet e mëdha dhe gjunahet e vogla. Do të më u largu prej tyre, mos me ju afru. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Edhe ato çështje me të cilat ju kam urdhëruar unë juve, bëjeni aq sa keni mundësi. Pse ka thonë aq sa keni mundësi? E s'ka thonë bëjeni krejt, se vepra të vepruarit e një ibadeti është më e vështirë se sa lënia e një gjunahut. Se lënia është veç lëni, kime lën. A këtu kime vepru? Për shembull, te namazi, na e dim që me nejt në kom, në qiyam, është obligim. Me nejt në kom është obligim. Rukën, zbën pa ta. Po nëse njeri nuk mundet me nejt namaz në kom, a i bjen kjo që bjen obligueshmëria namazit, edhe s'ka nevojë me u falaj? Jo. Po do të me pas frikë Allahun aq sa ka mundësi, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me u fal ul. E nëse s'ka mundësi me u fal ul, ai do të me u fal shtrit. Vënësisht mos me lon urdhrin e Allahut. Allahu të ka urdhëruar e tash ti plotësoj atë aq sa ki mundësi. Dikush u udhëzu për shembull kur i ka bën 92-3 vjet. E ka mëshiruar Allahu çatëherë ka pranuar Islamin. S'ka mundësi ai me mësua selhamin, as salavatet, as at-tahiyatu lillah, as kurxhej. Ja bjen keq tash ai se ka farz namazin jo. Edhe këtë do të mu fal aq sa ka mundësi, aq sa mundet me mësu, aq sa ka mundësi me thonë qoftë edhe me dhikr, me thonë veç dhikr, subhanallahu, ose alhamdulillah, ose çka do që ja lecon Allahu te baraka wa ta'ala. Fa inma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që kanë qenë para josh janë shkatërruar për dy çështje. Për shkak të pyetjeve të shumta që i kanë bë, edhe për shkak të kundërshtimeve të shumta që ja kanë bë pejgamberëve të tyre. Në rast të tillë ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, kur ju ka treguar që Allah ka bë farz haxhin, e ka obliguar haxhin.
Ka thonë, shkani në haxh, se u bë obligim. Ka ardhur aty një njeri edhe ka pyet, e fi kulli amin ya Rasulullah, a kena obligim çdo vit me bë këtë haxh? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hesht, s'u ka përgjigj. Ai ka prit pak edhe e ka përsërit pyetjen prap. A kena obligim ya Rasulullah çdo vit me bë haxhin? Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ju ka përgjigj. Ai për tretë herë ka pyet. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur të kisha thonë po, ju kish bë krejt vë obligim. Edhe s'kishit mujt me bë. Në secilin vit. Kështu që pyetjet e shumta nuk janë të mirë se ardhuna shpesh herë. Do të më pyet veç për ata që të bën dobi. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë u bë obligim haxhi dhe kryeni haxhin, mjafton kjo. Kjo po nuk kuptohet që është obligim me kryeni, herë shkoni kryeni. Ani ai ka dashur me pyetje, ka pyet një herë, ka pa që s'pi kthen përgjigje. U dashur me hesht. E jo me pyet edhe me kundërshtu pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Edhe hadithi i fundit që është përzgjedh për këtë mezhlis është hadithi që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij prej Tamim ad-Darit radhiyallahu anhu, i cili ka qenë krishterë, pastaj ka pranuar Islamin në vitin e 9 pas hijretit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Feja është qiltërsi, apo sinqeritet, apo edhe këshill. Feja, vetë feja është kjo. Ose vetë sinqeriteti dhe qiltërsia është fej. Do më thonë qa që ngosht i ka pru, të dyja do më thonë janë, se me thonë i njëjti sen. Mirë, qysh i bjen kjo? Disa transmetime, thonë sahabit, 3 herë ka përsërit, ju ka thonë ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Edhe ka prit, se u ka shpjegu vetë i pari. Thot Tamim ad-Dari, qulna liman, kena thonë, për kanë është qiltërsia dhe sinqeritet edhe këshill. E ju ka përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë qala lillah. Qysh mund të më kon feja qiltërsi për Allahun? Me adhuru Allahun te bareke ve teala një edhe të vetëm. Me dashur Allahun te bareke ve teala një edhe të vetëm. Me mbështet Allah te bareke ve teala një edhe të vetëm. Me mbrojt Allahun te bareke ve teala kur dikush flet keq për ta ose e shon, ose fol fjalë të kufrit, ose fjalë të shirkut. Me u largu për aty në mezhliseve nëse ndodh kjo. Mirë, kjo sa i përket Allah te bareke ve teala. Ka thonë, wali kitabihi, është qiltërsi edhe për librin e tij, për Kur'anin. E që i bjen që njeri do të më marë sa ma shumë me Kur'an. Tu fillu prej mësimit shkronjave, e prej mësimit gjuhës arabe, e prej mësimit kuptimeve, të këtyre ajeteve që Allah te bareke ve teala i ka zbrit për neve mi meditu, si ka zbrit veç me thona Kur'ani është fjala e Allahut, e pa krijuar edhe me lënë mushafin në raftat. Mos më bindë Allah te bareke ve teala çka ka urdhëruar atë, edhe mos më largu prej asaj prej cilës na ka ndalu. Krejt këto janë qiltërsi me librin e Allahut. Kur e sheh që Allah ka urdhëruar diçka në Kur'an, me ju bind. Kur e sheh që Allah të ka ndalu prej diçka në Kur'an, me ju bind, më largu prej asaj. Me mësu përmendsh, me mësu tjerëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë bellighu anni walau aya. Transmetojini prej meje, kumtojini prej meje qoftë edhe një ajet. Secili prej neve ka obligim thirrën në rrugën e Allahut te bareke ve teala, qoftë edhe me një ajet. Wali rasulihi është qiltërsi edhe për të dërguarin e tij. Me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa krejt njerëz të tjerë, më shumë se sa babën, e nonën, e fëmijët, e vllaznitë, krejt. Mirë, kjo e para. E dyta, me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur përmendet taj me ran salavat. Kur përmendet suneti i tij, me ngrit sunetin e tij. Me pasu sunetin e tij edhe me dash sunetin e tij. Wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Feja është qiltërsi edhe ndaj prisve të besimtarëve. Vendet e besimtarëve që janë, e dim që e kanë një pres që është besimtar, musliman. Do të mu kallëzuj qiltër edhe me ata. Me i dasht ata për hir të Allahut, me ju bind atyre nëse nuk urdhrojnë me i bëjë gjuna Allahut. Se Allah na ka urdhëruar në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Binduni Allahut, të dërguarit të tij, edhe prisve të juve që janë musliman. Është obligim me ju bind prisit. Qoftë edhe me një projekt që është më i vogël se sa shteti, një projekt që e ka prisin e vet. Ose edhe një udhëtim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
ju ka thonë njerëzve që edhe në udhëtim do të më bëni pres. Edhe nëse në pak veta, 4-5 veta, njëri do të më koni pari tyne. E prisat e besimtarëve do të me i dashur, do të me respektu, edhe do të me bëu dua për ta, edhe do të mos më u dash të keq. E që fatkeqësisht shumë prej muslimanëve kanë keq kuptuar këtë çështje, edhe bin gjuna dhe ngabim shumë në çit pikë. Edhe e fundit është çiltërsi feja për njerëzit në përgjithësi. Me krejt besimtarët njerëzit do të më koni çeltër, do të më dashur për hir të Allahut, do të më urujt për hir të Allahut, do të më vizitu për hir të Allahut, do të më shpenzu për njëri tjetrin për hir të Allahut, do të më nejt bashkë me xhlise ku përmendet Allah te baraka ve taala. Nëse dikush e bën gibet e përgojon dikon prej vllaznive tonë, do të më thonë nalo. Me rujt nderin e tij, me rujt pasurinë e tij. E kështu tani Allah te baraka ve taala është i kënaqur me neve, edhe na e kena plotsu atëherë urdhrin Allah te baraka ve taala që me u dasht me njëri tjetrin dhe mos me shpionu njëri tjetrin dhe mos me tradhtu njëri tjetrin. Me kaq përfundon ky ders, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.